A e keni bërë ndonjëherë testin e koordinimit të trurit? Është një test i thjeshtë, quhet ndryshe testi i duar trokitjes. Është një test i kryer nga neurologët dhe nga psikologët. Fillimisht ishte një psikolog që e zbuloi, por pastaj neurologët u thelluan dhe është diçka vërtet serioze. Dhe unë dua t'ja u tregoj sepse nuk kam shpikur asgjë, thjesht ja u përcjell dhe do të dëshiroj që të gjithë ta provoni. Është e thjeshtë. Një duar trokitje, asgjë më tepër. Mos mendoni asgjë, vetëm bëni një duar trokitje dhe kaq. Në momentin që bëni duar trokitje, qëndroni. Kaq. E dini se çfarë? Në qoftë se dora e djathtë është ajo që është sipër, është ana e djathtë që dominon e trurit. Pra, në qoftë se është dora e majtë, në momentin që ju keni bërë duar trokitjen, ju ndoshta nuk e dinit, por pikërisht është hemisfera e majtë që ndikon ose dominon më shumë në trurin tonë. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që ti ndoshta nuk e di që je i majt apo i djathtë, por në momentin e duar trokitjes, kur ne duar trokasim, është hemisfera ajo që na detyron për të kuptuar dominimin e njërit krah ose të tjetrit. Çfarë duhet të bëni në këtë rast? Në këtë rast ju duhet vetëm të dominoni, pra ose të niveloni hemisferat. Si? Duke bërë aksione edhe me atë dorë që ju nuk e dinit. Për shembull, nëse ju keni bërë aksione me dorën e djathtë dhe pavarësisht kësaj, nga momenti që keni bërë testin e bët me dorën e majt, që është ajo që dominon, pra hemisfera e krahut majt, atëherë është mirë që ju të jepni aksione ose ta detyroni dhe krahun e majt që të jepni prioritet. Në këtë nivel, në këtë mënyrë keni niveluar neuronet. Pra, kjo bëhet për të koordinuar hemisferat, të majtën dhe të djathtën. Është një test i thjeshtë, mund ta bëni sa herë të doni këtë, por hera e parë është ajo që është më e rëndësishmja, sepse nga aty kuptohet që me të vërtetë je i djathtë apo i majt, jo në politikë, por në hemisferë. Dhe ndonse ka disa që nuk shkruajnë me dorën e majt, por shkruajnë me dorën e djathtë, ndonse ka disa të tillë, ka raste që disa prej tyre janë të hemisferës, pra dominon hemisfera e majt. Dhe ata nuk e din. Kështu që për ta zbuluar këtë, ju mjafton një duar trokitje, përsëris edhe një duar trokitje. Teksa duar trokisni, unë jam i djathtë për shkak sepse kam provuar vitën parë, dominon dora e djathtë. Pra nëse është ajo e djathta sipër, është ajo që dominon. Nëse është e majta sipër, dominon hemisfera e majtë. Provojeni, nuk ju kushton asgjë. Dhe tani, pasi ta keni provuar, do t'i lutesh nëse është e mundur, të lini komentin tuaj ose nëse këtë e dinit, të lini komentin tuaj që ta diskutojmë së bashku, sepse këto diskutimet e përbashkëta padyshim na lidhin mes njëri tjetrit dhe na japin informacione akoma më të sakta